duke qenë se jemi tek çështja Balluku, dua të theksoj që Bashkimi Evropian dhe sërish Silvio Gonzato, ambasadori, ka realizuar një takim në gjykatën kushtetuese dhe thot pata kënaqësinë të uroj kryetaren e re të gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji dhe të rikonfirmoj angazhimin ton për të mbështetur sundimin e ligjit në Shqipëri, duke theksuar rolin kyç të gjykatës në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve shqiptar. Gjykata ka arritur tashmë nivelin e nevojshëm të stabilitetit me 2 vende të lira që pritet të plotësohen shumë shpejt, ndërkohë që vijon të ruajë cilësinë, transparencën dhe pavarësinë si institucioni më i lartë i drejtësisë në vend. I konfirmova, thot Gonzato, kryetares Papajorgji, se planifikojmë ta përfshijmë gjykatën si përfituese në projektet tona të ardhshme dhe të mbështesim përpjekjet e saj për të harmonizuar më tej praktikën gjyqësore me të drejtën e BE-s. Bashkëpunimi me të gjithë sistemin gjyqësor shqiptar është thelbësor për integrimin evropian dhe gjykata kushtetuese mbetet një partner qendror në këtë proces. Ambasadori i BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato. Karanja, ose ka lexim personal këtu. Harmonizimi me të gjitha gjykatat e tjera të drejtësisë në vend. A mundemi ne këtu të lexojmë një mesazh që BE-ja i jep përpara zhvillimit të seancës për Belinda Balluku në gjykatën kushtetuese, pra një vendimi që kërkon pezullim, dhe gjykata kushtetuese që pritet ta si gjendo të balancën? Tash kjo në kuptim të gjerë kjo është një deklarate e përgjithshme. Pra thjesht, domethënë, garantojmë mbështetje. Garantojmë mbështetje si për gjykatën kushtetuese dhe për gjykatat e posaçme. Nga ana tjetër ne kemi diskutuar çështjen e Ballukut që për mendimin tim personal çështja e Ballukut prokuroria ka respektuar ligjin, spaku, në rastin e pezullimit. Janë vetë këto zyrtar të nderuar, të cilët siç po bëjnë projekte të gabuara në rrugë, që bëjnë projekte që përshemën rrugët dhe sistemin e drejtësisë, kanë bërë gabime, që kemi folë për nenin 288. Dhe në prokuroria, kodin e procedurës penale nuk ka bë asnjë shkelje. Ka respektuar ligjin. Mendoj që gjykata kushtetuese do lërë në fuqi vendimin e GJK, sepse nuk ka as edhe një lloj pengese. Pra, fajin e vet politika ta marrë vet. Siç bën rrugët e dopta, që i bën rrugët pa projekte, edhe që shremen janë muj, kështu kanë bërë edhe ligjet. Ligjet prokurori nuk është, si të themi, nuk është profesor i drejtës kushtetuese, që thotë që kjo normë mund bind drejt shef kodin e procedurës penale, nuk ka si pengesë, ka bërë pezullim aq më tepër, që kjo mas nuk është asgjë në raport me çfarë është kërkuar në parlament, është kërkuar zëvendësimi. Domethënë është mas më rënd. Madje i kanë bërë nerë me këtë mas, dhe kjo mas është proporcionale në raport me shkeljen, se ke zyrtar tjerë që me dalin të rasti Veliet, se kemi përmend shpesh për çështje veshmbathish, për 950.000 euro, sa ka shkuar e zemë dhe një, domethënë afërsisht 950.000 euro, janë burg pa afat dhe shumë persona tjerë janë proceduar. Këtu përi pezullim nga detyra, u prish puna. Ç'është kjo? Ç'është kjo lidhje me punën? Një nënë tim, si Federica Mogherini, një jep dorëheqje. Pa i hy nëse ka bërë korrupsion apo jo, por dyshimi është, domethënë se është, i bën një kontroll, dha drejt vetëm për një kontroll. Këtu mos harrojmë është marrë pandehur, i atribuohen fakte të tjera, mund ndryshoj akuza nesër. Prandaj mendoj që kjo është një mbështetje për kushtetutën dhe i thonë zbatoni ligjin. Pra nuk kemi mbështetje pa lishmëri. Ligji është i qartë, pra domethënë është një mbështetje, domethënë që në zbatimin e ligjit jemi gjithë barabartë para ligjit. Pra kjo nuk është bërë, kanë qenë vetë politikanët që kanë bërë ligjet që kanë lënë këtë shteg. Ky shteg është ligjor, nuk është cënuar asnjëherë. Zonja Balluku, theksojmë, nuk është pezulluar si funksioni i saj si deputete, por është pezulluar funksioni i saj si antare e qeverie. Pra, si funksion administrativ i administratës shtetërore. Kështu që është në rregull. Dhe kjo është një farë mbështetje. Pra, thash deklarata shumë e gjerë, por mund të interpretohet edhe në kuptim ngushtë që respektoni ligjin. E qartë. Pra, ne edhe jeni, pra është mbështetje për MBE. Dhe nëse nuk e kanë kuptuar këta gjykatës kushtetuese, t'jo themi ne, që lexoni se respektoni ligjin që kanë bërë vetë politikanët, e kanë bërë vetë ata ligjin. Kur e pan ta kishin pa mirë, që për këtë nen ose për pezullim nga detyra u deshte autorizimi në konvent. Me asnjë nen s'është, neni 288 ande për procedimi aty është pa titull, pra dhe vetë ata si kanë vënë titull, s'kan ditë se ç'a më bë. Kështu që dvojnë pasojat e veprimeve të veta.
vetë aty është e vështirë ta kuptojnë të gjithë atë se çfarë kanë lexuar dhe ta kuptojnë çfarë kanë lexuar. Edhe Ilir Meta gëzote, Ilir Meta gëzote edhe Ilir Meta gëzote kur u bë reforma, tha, sa mirë, tha, 20 deputetë janë gati, tha, sa më shpejt ta votojmë me 6 ligjet, por tash është bë pishmon. Si shumë të tjerë. Ja, shefsi Andi s'ka titull, 288 për nenin e vet. Është pa titull. Është i vetmi në kod procedurës pa titull. Dhe thonë ato e ka fajin spago. Ora e ke fajin vet. Vet i bë këto ligje, vet ma. Dhe tash për rrugët ose për mbytjen e ka fajin ai para 15 vjetësh, që s'ka asnjë logjike. Faleminderit Karanja Softa për ta përmbyllur këtë dhe ne kalojmë tek Akshi. Si lexoni këtë lëvizjen në kushtetuese? Ç'më mendon se do ndodh tani në raport me Ballukun? Si ke lexuar këtë pengesën e kuvendit për të hequr imunitetin? Shkon vjen keq që kemi 35 vjet që duhet të shkojnë ambasadorët në institucionet e shtetit që të japin mesazhe për prezencën e tyre. Për shembull, a mund ta imagjinoni në një nga vendet e Bashkimit Evropian, Italia, Franca, Belgjika, që sa herë ka i gjëtë shkoj ambasadori i Bashkimit Evropian ose shkoj ambasadori Amerikan e ti takoj ato të gjykatës. Nuk ka shanse të ndodhë kjo gjë. Dhe kjo tregon dhe herë që vazhdojmë të jemi të ekspozuar që po nuk shkoj Gonzales apo një tjetër ambasador, nuk e bëjnë të punën ata. Jo, puna duhet bërë, pavarësisht se është apo jo ambasadori, duhet shkoj apo të mos shkoj e tjerë, duhet bëjnë punën. Dhe kjo tregon dhe herë që ne jemi ende të brisht dhe jemi ende të pafuqishëm për të marrë vendime. Duhet shkojnë të huajt, që të thonë qoftë në mënyrë diplomatike të japin dorën, bëjnë një foto me drejtuesin e radhës që institucionit të kryej detyrat që i përcakton kushtetuta. Dhe kjo tregon dhe herë që sa besim duhet kemi ke institucionet e drejtësisë. Kemi ardhur në maturi, jemi të shkëputur nga politika, janë pavarur këta institucione, prandaj her pas here lufta është janë apo jo të kapur, janë apo jo të varur. Dhe kjo tregon edhe një herë që shiko, duhet shkojë ambasadori dhe nuk e di, por nëse vajte ambasadori dhe ata nuk funksionojnë, çfarë do të themi? Kjo tani le vend për interpretim shumë. Atëherë themi që edhe ambasadori është i kapur apo është vetëm politika, apo nuk e dëgjuan ambasadorin. Se kjo është e keqe pse. Se do na vi mirë të bëjmë interpretim. Bi asnjëra prej tyre. Na fut në rreth vicioz këtu Softa për shembull. Thjesht kjo qyteti është perl, po na fut në rreth vicioz që hajde ta gjejmë pastaj se çfarë. Po do të presim pra, kriteri vërtet është koha. Koha është gjykatësi më i mirë. Kalem kohës. Po jo vetëm duke pritur, prandaj ne shkojmë nga referendumi dhe pra ne ngrejmë fuqinë e popullit, e qytetarëve, sepse nëse sovrani nuk merr fuqi, ne kemi zhveshur nga fuqia sovranin, prandaj janë bërë sovran politikanët. Sovrani zhveshur nga mundësia, sepse referendum nuk ka, votim drejt për drejt nuk bën, e bën nëpërmjet listës që i bën kryetari, me në demokraci kryetarësh kemi në këtë vend. Pra që kosa listën e mbyllur e bën ai, kush ka ngel të mbledhë votat, larg qoftë, po shkojmë dhe ke ajo që është propozuar dhe flitet në publik, që ndërtojnë dhe Senatin, sepse i bie zgjidhur në ju, do vini ke Senati, Senati jemi ne që kemi qenë, domethënë që rrisin rrathët e distancës dhe qytetari ashtu siç e kanë bërë që nëpërmjet sistemeve digjitale duhet komunikosh me administratën, edhe me politikanët duhet të komunikosh nëpërmjet rrjeteve sociale ose nëpërmjet platformës digjitale. Sepse kjo largësi, rritja rradhëve e ka bërë dhe e ka zhveshur, e ka bërë më proletar qytetarin për të vendosur për fatet e tij. E vështirë është dhe këta janë të dyja palët gati ose të dy personazhet, si Berisha, si Rama, për ta miratuar Senatin me atë kuvendin me 100 deputet. Prandaj duhet një lëvizje e re, jo politike, ku zgjedhët i afrojë jashtë kanaleve politike. Dhe këta mund të jenë elitat e këtij vendi, të gjitha fushave, të cilët nëse bëhen bashkë dhe gjejnë një mundësi, patjetër që mund të fillojë shpresa dhe zgjedhja. Qoftë duke hyrë me lista civile, në zgjedhjet e para lokale që mund të kemi ose në zgjedhjet e parakohshme.